Debate dhe pikpyetje po shoqërojnë nismën e Bashkisë së Vlorës për krijimin e shoqërisë Vlora Invest, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në pronësi të plotë të bashkisë, e cila synon të administrojë dhe zhvillojë asete publike. Sipas projekt vendimit, shoqëria do të ketë të drejtë të hyjë në marrëdhënie kontraktore dhe të ndërmarrë angazhime financiare që potencialisht mund të jenë më të mëdha se kapitali fillestar i saj. Edhe pse në aspektin juridik, përgjegjësia e një SHPK-i është e kufizuar, kritikët theksojnë se në rast dështimi, presioni politik dhe institucional do të binte mbi bashkinë si pronare vetme e shoqërisë. Një tjetër pikë e ndjeshme lidhet me transferimin e pasurive publike. Projekt vendimi parashikon që asetet i kalojnë shoqërisë me miratimin e Këshillit Bashkiak, por dokumenti nuk specifikon rregulla të detajuara për vlerësimin e tyre, afatet e përdorimit, mekanizmat e monitorimit apo kushtet për rikthimin e tyre në administrim të drejtë për drejtë. Në mungesë të këtyre elementeve, kontrolli sipas opozitës mbetet më shumë parimor se sa praktik. Debat ka dhe për mënyrën e realizimit të investimeve, ndryshe nga Bashkia, e cila i nënshtrohet procedurave strikte të prokurimeve publike, një shoqëri tregtare në pronësi të saj mund të operojë me më shumë fleksibilitet në zgjedhjen e partnerëve. Pyetja që ngrihet është nëse ky fleksibilitet do të shoqërohet me të njëjtin nivel transparence dhe gare, apo nëse ekziston rreziku i shmangjes së standardeve të zakonshme të kontrollit. Kritikët e shohin këtë nismë dhe në kontekstin e debateve të mëparshme në qytetin e Vlorës, që lidhen me investimet publike, funksionimin e ndërmarrjeve bashkiake dhe hetimet të nisura nga prokuroria për keqpërdorim asetesh. Në këtë klim, çdo strukturë e re që menaxhon pasuri publike shihet me dyshim. Nga ana tjetër, përfaqësues e mazhorancës argumentojnë se modelet e ngjashme të shoqërive bashkiake funksionojnë edhe në vende të tjera europiane si instrumente për zhvillimin urban dhe menaxhimin efikas të pasurive publike. Sipas tyre, gjithçka varet nga niveli i kontrollit, auditimit dhe raportimit ndaj publikut. Në thelb, Vlora Invest shihet si një zgjedhje politike dhe administrative për mënyrën se si do të menaxhohen asetet publike të qytetit në vitet e ardhshme. Mazhoranca e konsideron atë një mjet për zhvillim dhe eficiencë, ndërsa opozita paralajmëron për rreziqe që lidhen me transparencën dhe kontrollin demokratik. Ndërkohë, vendimi është diskutuar në Këshillin Bashkiak mes kërkesave për më shumë garanci ligjore, transparencë dhe llogaridhënie publike.